Debatet me tone të forta në mbledhjen e djeshme që kryeministri Rama kishte thirrur në Kuç me kryetarët e bashkive të prekura nga ndarja e re territoriale, shihen nga opozita si pasqyra më e mirë se si kreu i qeverisë ka ndërtuar pushtetin. Luciano Boçi, drejtuesi i opozitës në komisionin e posaçëm parlamentar, thotë se mbledhja ka degraduar deri në presione të hapura të kryeministrit. Kush del kundër ndarjes me qëndrime dhe vendime e ka personale me mua. Kështu e mbylli luftën e shpallur dje ndaj kryetarëve e këshilltarëve rebel Rama. Kjo fjali nuk është thjesht një shpërthim nervozizmi momental i tij, është përmbledhja më e sinqertë e mënyrës se si ai koncepton pushtetin. Për të, çdo mendim ndryshe nuk është qëndrim institucional, por sulm personal ndaj tij. Report TV mësoi se Rama kishte zhvilluar debate të forta me 4 prej kryetarëve të bashkive që preken nga reforma, me Adriatik Zotkajin e Poliçanit, Juliana Memajin e Dimalit, si dhe kryetarët e bashkive Divjake e Selenic. Sipas burimeve, Rama i ka konsideruar ata si nxitës të reagimeve të forta në komunitetet e tyre kundër hartës territoriale. Megjithatë, bashkitë e prekura kanë deklaruar se do të ndjekin rrugën institucionale dhe se do të konsultohen me banorët. Bashkia e Maliqit nisi që këtë të enjte. Takimin e parë e mbajti me banorët e njësisë administrative Libonik, të cilët edhe pse jo të shumt në numër, janë ndarë në qëndrime të ndryshme, disa pro bashkimit me Korçën e të tjerë kundër. Të vete unë gjerë në Korçë, kur e kam të dere shpis, bashkin, jo. Kryetari i Këshillit Bashkiak Maliq deklaroi se vendimarrja do të bazohet në opinionin e qytetarëve, ndërsa vetë ai është shprehur kundër shkrirjes së bashkisë.